Po ju I harruat prindi 1, prindi 2. Po ju I harruat ato paradat që bën ata federatët në bulevardin e Tiranës. Po ju I harruat dhunën dhe diktatin që përdorët e qeveria jonë dhe që përdor akoma që të mos I zëmërgoj ata, të mos I ofendojnë, mos I fyj. Unë kam thënë e them dhe do ta them. Ata duhen zhdukur me themel. Ata janë rudiment, ata bëjnë genocid në shoqëri. Pse bëjnë genocid? Dhe duhen akuzuar si genocidist, sepse ata vrasin të ardhmen e një populli, vrasin lindjen e fëmijëve, nuk duan që të lindjen fëmijë. Pra çdo thot martesa e brenda seksit, do thot mos prodhojnë fëmijë. Ky është genocidi që po bëjnë ata. Dhe po mbulojnë me ta shkruajtur të drejtë atyre. Kush I daloi ata të vënë të bëjnë çfarë duan në dhomën e gjumit. Vetëm nuk kanë vrarë atje, po vetëm dalin atje, që dhe në për shkolla. Arritin edhe në për shkolla ata fllëqësira. Për të treguar në një program që bëri ai Erion Velia për fëmijët, edhe çoi në për shkolla njerëzve që të mësojnë fëmijët të dallojnë seksin, të dallojnë si lindin fëmijë, si krijojnë fëmijë e tjera. Këto pislëqe dhe këto se ata nga të tilla marrëdhënie kanë lindur prej prindërve të tyre se do biçën janë të edhe të tilla gjëra duan të bëjnë dhe në shoqërinë shqiptare, po fatmirësisht kemi mbetur shumë që e duan familje, që e mbrojnë familje, që e duan djalin, vajzën, mëmën, babën, gjyshin, gjyshen. Ata janë kundër këtyre. Arriti sa thoshin prindi 1 dhe prindi 2. U dërgoi dhe një letër Erion Velia në për shkolla. Këto turpe që bën këtu nuk janë paguar akoma, nuk janë slarë, këto janë krime. Dhe këto do shlyhen. Te jenë të sigurt që do vijë ora që do shlyhen. Kushdo që I provoj dhe I promovoj, do t'i paguaj.